dhuna e mësimdhënësve ndaj nxënësve dhe tendencat dhunuese të nxënësve ndaj mësimdhënësve, a janë, ne themi ashtu, një simptom, rezultat i një sistemi të dështuar arsimor, apo rrënjët e saj janë edhe më të thella, si dhuna në familje, presioni i teknologjisë, kushtet ekonomike, është diçka më e thellë se sa vetëm sistemi arsimor, domethënë, se nganjëherë më duket se po i bëjmë edhe padrejtësi sistemit arsimor, apo është diçka që buron nga kjo, ku po them, struktura, ndërtimi, kurrikula, sistemit arsimor, dhe kjo mund duket një lloj akumulimi, si me thonë, multistresor dhe dikush përthen në dhunë, në rastin e nxënësve. Vërtet, tash ma kollaj është me gjetë fajtorin. Shumë lehtë, me thonë shkolla e ka fajet, po. Institucione, drejtoritë komunale, kjo. Por ne që vim prej kësaj fushës së psikologjisë, ku provojmë me kuptu arsyet, pra për neve nuk është shumë e rëndësi kush i ka fajet, për neve është me rëndësi pse po ndodh. Pra është shumë e rëndësi me kuptu procesin, edhe thame të drejtë që ajo ma shumë po duket fundi, edhe ajo është ato shka i kena po. Na nuk jena në për shtëpiat aty në fëmijëve, aty në mësimdhënësve, ose në për shtëpiat aty në drejtarëve, për me mujt me kuptu shka është ndodh aty. Prandaj ajo është fundi, unë nuk jam për me vënu gisht, për me etiketu ose me stigmatizu, se cili kam i majt përgjithësitë e veta ligjore që i takojnë konform detyrës cilën e ka, por mendoj që është shumë e rëndësishme me kuptu procesin. Edhe proceset dhe zanafilla po duket që është shumë më mrapa. Me thonë, na sot fushën e psikologjisë flasim për këtë konceptin e traumës transgeneracionale. Do me thonë, edhe ti sot e ki një nxans, një fëmijë, një të rritën, që nështë se ka përjetu fare luftën, po është rrit me ato storje, me atë narracion. Edhe rrjedhimisht është një farë përjetimi traumatike asaj. Dhe në anën tjetër ki prindërt të aty në fëmijëve, të cilët kanë përvoja traumatike, dhe rrjedhimisht fëmijët e tyne i kanë rrit, e kanë ushtru stilin e tyne të prindrimit në atë kontekst. Kështu që nuk kisha shku në atë të fundit, ato ma shumë e shoh si pasoj, ato e shoh ma shumë si alarm, nuk kisha dash me thonë as si dështim, sepse është shumë e dhimshme nështë ta për me mujt me pas, sepse aty ka dhe nxënësa tjerë të cilët kanë performancë të mire dhe janë shumë... Zakonisht janë shumica. Edhe janë shumica, sigurisht, po kjo nuk nënkupton që na duhemi me najt tash komod edhe me thonë po ishte një rast i izoluar. Është një alarm, por duhet me rikthy një vëmendje shumë më të madhe në procesin. Procesi është më me rëndësi se rezultati. Përmendje traumën transgenerative, dhe me aq sa kam lexuar, domethënë kjo lloj traume bartet edhe në formë biologjike, domethënë kur kam punu në KRCT, kam pa që gratë të cilat i kanë mbijetuar dhunën seksουale gjatë luftës, e kanë bartë të gjeneratat pasardhëse pa pas fare ata asnjë lloj komunikimi me luftën, domethënë. E që vazhdon neve që po thua trauma transgenerative, po thuaj se në çdo familje tek ne është. Për shkak të okupimit, për shkak të rrethonave, për shkak të vështërsive, dinamikat e familjes kanë qenë krejt tjera, edhe unë ju referova pikërisht i studimi cilën KRCT e ka realizuar, dhe është një dëshmi vërtet, jo veç për vendin tonë, por në kuptimin, është një kontribut në nivelin global për me tregu ndikimin e madh cilin e ka. Edhe familje sot aktualisht kanë sfida shumëta. Mendoj me qenë prind këtë kohë, mendoj që është shumë e vështirë. Për shkak të ndikimeve, për shkak të rrethonave, për shkak të presionit dhe më e rëndësishme për shkak të nevojave. Do të thonë fëmijët sot kanë shumë kërkesa, kanë shumë nevoja të cilat prindrit nuk munden me akomodu. Dhe kjo automatikisht e rrit ngarkesën e tyre emocionale, e ul durimin e tyre dhe rrjedhimisht edhe disa forma të papërshtatshme të disiplinimit ose të ndëshkimit ose të edukimit, nëse mund me thonë kështu në përgjithësi. Kështu që patjetër që ka kalu një kohë e gjatë, por nuk është shumë kohë e gjatë prej kohës luftës, domethënë disa prej neve i kemi ende të freskëta ato përjetime dhe ato përvoja cilat i kemi pas edhe i transmetojmë përmes një narracioni cilin provojmë e kriju në mjediset ku veprojmë.